Llojet e lexuesve të Kuranit. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: lexuesit e Kuranit janë 3 llojesh. Lloji i parë, ai që e lexon Kuranin për të fituar favore nga mbretërit dhe për të fituar epërsi mbi njerëzit. Ky është për banorëve të zjarrit. Lloji i dytë është ai që e lexon Kuranin dhe kujdeset për shkronjat e tij, por i shpërfill kufit dhe urdhrat e tij. Edhe ky është për banorëve të zjarrit. Lloji i tretë është ai që e lexon Kuranin dhe e mban atë si mbulesë në mantelin e tij. Vepron sipas pjesëve të qarta të tij, beson në të paqartat, i përmbush obligimet, e lejon të lejuarën dhe e ndalon të ndaluarën. Ky është për atyre që Allahu e shpëton nga sprovat mashtruese dhe është për banorëve të xhennetit. Ai gjithashtu do të ndërmjetësojë për këtë dojë.